Ka disa shenja që tregojnë se burri i shenjës së demit mund të bjerë në dashuri me ty. Dhe nëse i ka këtë shenja, atëherë ti je e siguruar që dashuria ndodh nga ana e tij. Le t'i shohim me radhë se si janë këto skena të cilat ai i bën gjatë marrëdhënieve me ty. Së pari, ai të jep kohën e tij, sepse për të koha është forma më e pastër e dashurisë. Imagjinoni pak këtë skenë. Është fundjavë e premte në mbrëmje. Pas një jave të lodhshme, telefoni bie dhe në anën tjetër është ai, miku jot. Ai të pyet: "A je lodhur? Hajde dalim pak. Nuk ka rëndësi ku shkojmë, por le të shkojmë diku." Ai nuk të çon me domos në restorantin më të shtrenjtë. Ndoshta do të kaloni në një lokal të vogël, ku kamarieri ju njeh të gjithëve. Por ajo që duhet të bëj përshtypje është mënyra se si ai të sheh ndërsa flet, si të dëgjon, pa e kontrolluar telefonin orë e minutë, ashtu si shumica e njerëzve bëjnë. Të vështron me endje kur buzëqesh ti dhe të lë të kuptosh që është për ty, i gjithi për ty aty. Është me mendje, është me zemër, me tërë qenien e tij. Më pas ju ecni nëpër rrugë. Nuk nxitoni. Ndoshta do të flisni për punën apo diçka që mund të duket pa rëndësi. Ti flet dhe ai të dëgjon. Nuk përpiqet ta kthejë bisedën tek vetja, por të dëgjon me vëmendje. Në një moment ndalon para një dyqani. Dhe ti ndoshta mund t'i thuash: "Sa bukur do t'ishte të iknim diku larg për disa ditë." Ai të përgjigjet: "Do të shkojmë, vetëm të gjejmë kohën e duhur." Pra, për të, koha nuk është diçka që jepet kot. Nëse ai zgjedh të kaloj kohën me ty, do të thotë se e ka mendjen tek ti dhe ti je një pjesë me shumë vlerë për të. Një burr i shenjës së demit nuk të bind se të do, duke të shkruar 100 mesazhe në ditë. Ai ta tregon duke qenë aty me ty. Dhe ndoshta një ditë do ta kuptosh këtë moment shumë të thjeshtë. Është e diel. Nuk e bër asgjë të veçantë. Ndodhesh në kuzhinë për përgatit diçka, kafen, dhe ai po lexon një libër në divan. Shtëpia është e qetë. Papritur ai ngre kokën dhe të pyet: "A je mirë?" Dhe ti si zakonisht i thua po. Ai buzëqesh dhe vazhdon të bëj atë që bënte. Mund të duket një çast krejt i zakonshëm, por aty fshihet mënyra se si një dem dashuron. Ai nuk ka nevojë që çdo ditë të jetë spektakolare. Për të lumturia është të ndaj qetësinë me njeriun që do, sepse ai beson se dashuria nuk ndërtohet në ditë të jashtëzakonshme, por në qindra ditë të zakonshme ku dy njerëz zgjedhin njëri tjetrin pa bërë shumë bujë. Një burr i shenjës së demit kujdeset për ty pa bërë shumë bujë. Është një mëngjes i ftohtë dimri. Ti i thua se nuk ndihesh mirë dhe mendon të shkosh në punë gjithsesi. Por pas pak dëgjon zilen e derës. Kur hap derën, ai është aty me një qese në dorë. Ka çaj, ilaçe dhe ndonjë ëmbëlsirë që e di që ty të pëlqen. Nuk bën një fjalim romantik, thjesht thot: "Mos u shqetëso për asgjë. Pusho sot se unë do të kujdesem për ty." Sepse ky është stili i tij, dashurinë nuk e tregon duke bërë bujë, por duke qenë aty kur ti ke më shumë nevojë. Mashkulli i shenjës së demit është i qëndrueshëm. Ka kaluar një vit dhe ti e kupton se ai është po ai njeri që ishte në fillim. Ende të shkruan në mesazh mirëmëngjes,
ende të pyet si shkoi dita, apo mban mend se çfarë bën ti në mbrëmje. Nuk ka ditë ku të mbush me dashuri dhe pastaj zhduket për një javë. Prania e tij është si një orë që punon pa u ndalur, konstante. Pikërisht ky është karakteri i tij, vazhdimësia, dhe kjo e bën partnerin e Demit të sigurt. Ai të fut në botën e tij. Një ditë, papritur ai të thotë: "Të dielën mund të shkojmë të hajmë drek tek prindërit. Do të doja të vije me mua." Në këtë rast ai nuk po të bën një thjesht ftesë për drek, por është një mënyrë për të thënë se po të hap një pjesë dere që i takon jetës së tij private, personale. Dhe për të, ti je personi familjes. Ndaj ai dëshiron që njerëzit më të rëndësishëm të jetës së tij të njohin dhe ti të bëhesh pjesë e asaj bote. Një mashkull i shenjës së Demit të prek me dashuri. Ndërsa ecni në rrugë, papritur ai të kap dorën. Ti ndodhesh ulur në makinë dhe ai të vendos dorën mbi shpatull, ose të puth lehtë në ballë përpara se të zbresësh. Këto në fakt janë gjeste të vogla, por tregojnë një dashuri, një ngrohtësi. Nuk është se ai e bën për të dukur romantik, jo, i bën sepse atij i lind në zemër, ai e ndjen. Përmes prekjes së tij të lehtë, ai po të thotë: "Jam këtu me ty dhe do të jem gjithmonë me ty." Ai fillon të ndërtojë të ardhmen. Jeni ulur në një kafene dhe ai papritur të bën një pyetje. Verën tjetër do të ishte bukur të shkonin në mal. A dëshiron? Ose të thotë: "Ndoshta një ditë do të kemi një shtëpi me një kopësht të vogël dhe mund ta pijmë kafen atje." Ty të vinë këto pyetje të çuditshme të papritura, dhe ndërkohë ti buzëqesh sepse e kupton se ai nuk po flet vetëm për ëndra. Në mendjen e tij tashmë ti je kristalizuar si pjesë e planeve që ka për vitet që vijnë. A është xheloz? Sigurisht që po. Ndonjëherë bëhet shumë xheloz. Jeni të ftuar diku në një festë dhe dikush të afrohet dhe fillon të flasë me ty. Por koha ecën. Atij nuk i pëlqen kjo gjë. Nuk bën skena që të bjerë në sy, po kur largoheni të pyet me qetësi: "A njihe për kohësh?" Në fakt, jo gjithmonë është një xhelozi për të kontrolluar. Ndonjëherë ai ka pasiguri në vetvete, sepse një mashkull i shenjës së Demit investon shumë emocionalisht dhe është shumë i frikësuar nëse mund të humbas dikë që e do. Nëse marrëdhënia është e shëndetshme, ai përpiqet ta shprehë këtë me bisedë, por jo me kontroll, me xheste apo me veprime ekstremiste. Sigurisht, nëse gjërat përsëriten apo bëhen me tendencë, xhelozia e tij mund të kalojë pa kufirin. Një tjetër detaj, të cilën duhet ta dini kur ai ju dashuron, është se ai mban mend detajet. Një ditë kalon përpara një pasitxërie dhe ti rastësisht thua: "Sa më pëlqen aroma e kekut me mollë." Ndërkohë kalojnë muaj. Është ditëlindja jote dhe pikërisht merr një dhuratë, një kek me mollë. Ti ndoshta e kishe harruar fare atë bisedë, ndërsa ai jo. Kur një dem dashuron, ai ruan në memorien e tij gjëra që të tjerët nuk i kushtojnë rëndësi dhe për të janë të parëndësishme. Zakonisht mashkulli i shenjës së Demit flet pak, por vepron shumë. Ai
e tregon me veprime këtë. Ndodh një ditë që ty të prishet makina në mes të rrugës. Ai nuk të pyet se çfarë ndodhi, por thjesht të thotë: "Ku je se po vi?" Brenda pak minutash, ai gjendet përballë teje. Ndoshta nuk është mekaniku që do ta zgjidh problemin, por ai do të përpiqet me të gjithë mënyrat të gjejë një zgjidhje. Do të telefonoj dikë, ose do të qëndroj aty me ty derisa problemi të marrë rrugë. Mashkulli i shenjës së demit beson se dashuria nuk provohet vetëm me fjalë të bukura, por me prani në momente kur gjërat nuk shkojnë mirë. Ai mund të bëhet streha jote. Shpeshherë ne kemi ditë të mira, por edhe të këqija në jetë. Dhe ty të ndodh që pa pritur të kesh një ditë të tmerrshme. Nuk e dëshirë të flasësh me askënd. Ai vjen pranë, ulet pranë teje, por nuk të bombardon me pyetje. Ai e kupton gjendjen tënde. Mund të thotë: "Kur të jesh gati të flasësh, unë jam këtu. Do të ndihmoj." Ndonjëherë, dashuria më e madhe nuk është të gjesh fjalët perfekte, por të dish të qëndrosh pranë dikujt kur ai ka më shumë nevojë. Duhet ta dish se kur një mashkull i shenjës së demit të hap zemrën, po të jetë një diçka shumë të rrallë. Zakonisht ato nuk flasin shumë për veten. I shmangin temat personale. Por një natë, ndërsa jeni ulur pranë, ai fillon të tregojë për fëmijërinë, për zhgënjimet, për frikërat, për ëndrat që nuk ja ka thënë askujt. Në atë moment kupton se nuk po dëgjon thjesht një histori, por po sheh një njeri që ka zgjedhur të hapë zemrën dhe të besojë plotësisht. Për një burr dem, kjo është një nga format më të thella të dashurisë. Ai nuk ja dorëzon zemrën të gjithëve, por vetëm aty ku beson se ka dashuri të thellë. Ndaj nëse e bën këtë, është një nga shenjat që ai është mashkull që dashuron. Kjo është arsye pse sipas astrologjisë, dashuria e demit shpesh përshkruhet si e ngadaltë në fillim, por shumë e fortë dhe e qëndrueshme me kalimin e kohës.